Lejoni që të shfrytëzojmë rastin dhe të ftojmë të gjithë ata që kanë votuar sot në orën 23 na bashkëngjiten në sheshin Skënderbeu për festën e kësaj fitoreje të madhe. Vetëm numrin e votave të vendosur apo të partive tjera. Po 44 është në nivel vendi, të shohim tash numrin e votave nga mërgata që vinë. Në bazë të gjitha projeksioneve, koalicioni vetë vendosja i ka votat e mjaftueshme që vetë me bë prapë qeverinë e radhës. Shihemi në sheshin e fitores edhe për gëzimin për gjithë juve që e keni ndjekur. Kjo është një, të thotë, qysh me thonë, një preludiuj që nuk do të thotë që do të jetë i vërtetë, unë jam i bindën, po pyetja juve është suggestive. Jo, kryeministri në detyrë para një muaji, ka paralajmëruar të shkojmë në zgjedhje, pas zgjedhje. Unë nuk e di, unë jam i bindur që vendit nuk do të shkon në zgjedhje, edhe përfundimisht unë mendoj që në skenën politike duhet me u rikthy racionalitetit edhe leximit të rezultateve zgjedhore. Prap koalicioni vetëvendosës dhe Albin Kurti ka fituar besimin e qytetarëve për të qenë kryeministri i vendit. Për të tjerat deklarohet kryeministri Kurti. Rezultati është fantastik. 3 herë radhazi për një vit e diçka ne kemi fituar. Do thotë rezultati është fantastik, është shumë i bukur. 51 që keni pas, keni pritur më shumë rritje. Ne kemi pritur që kemi me fitu, shihemi tek pjesa e sheshit, kryeministri do të ketë edhe konferencë me sa diunë për media ku komi bë publike edhe qëndrimet edhe do të keni rastin me pyet. Faleminderit shumë.